Sicilinë, të mos integroj as në vendin e vet, as në Itali, dhe më pasaj në B, derisa u vra, ai njeri tregonte marrëdhënie me Ben dhe BE sigurisht ishte framurtari i Bashkimit Evropian. Sot maska e Tiranës është bërë si ai, Jarova jam në Limës së vrar si njeri i lidhur me mafia, të vrarë nga mafia, kuptohet, se nga mafia ura është njësoj, një nga gjuhë. Dhe sot në kemi parë që ky është njeriu që na pengon, dhe ky njeriu na ngre framurën e BE-s, duke qenë pengesa më e madhe për vendin. Shiko, Andri, urdhro. Se ti thua ajo po hetohet, ju më se po të gjykojmë mbi. Ajo po hetohet, nuk pengohet hetimi, thjesht nuk u dha lirë për arrestim. Po. 3 ndoset më të mëdha pas zgjedhjeve që lidhen direkt me qeverisjen. Jo. Është dosja e famshme italianëve që e la pas zgjedhjes për grupin e Durrësit. Për grupin e Durrësit. U la te ikte, su arrestua. Dosja e Akshit, njëri më i afërt që kryeministit jashtë politikës, u la te ikte, nuk u arrestua dhe Balluku nuk u la të arrestohej nga Rama. Mirë se kjo, një sekond, mirë se kjo ka imunitet. Po ata dy tjerë çfarë ka imunitet? Ky, ata që s'kan imunitet dhe janë afërt i informojnë që tikin përpara. Ata që kanë imunitet dhe janë afërt dhe e prekin këtë, siç është rasti i Ballukut, nuk i lëshon. Tani po t'jaf, pse ta them këtë? Okej. Jam dakord. Ndoshta je për të mos thënë i vetmi nga gazetarët e majt në studio që ndjek që e vend më shumë punë logjikën se kushte tjetër. Por bëj gabim. Këshilla ime, cila është? Kur dy janë personazhe që mund kanë dhënë më shumë audiencë, për që si gazetar më kanë bërë të ndjeje mirë. Arben Ametaj dhe Vjosa Osmani. Okej, thasë thën gazetar. Të dy intervistat, që as me Vjosën nuk kam qenë këto 5 vite, dhe as me Ametën kur ishte në pushtet, kam qenë kundërshtar i tij, janë kërkuar prej tyre dhe jo prej meje. Se nuk besoja që më jepnin. Pse po ta them këtë? Kjo është vlerë shtuar. Ja, kur e vën në punë logjikën, ma beso, ndoshta ushqehesh më vonë, por t'jep rezultat. Kur e vën në punë kur e vën në punë darkën e iftarit nga kryeministri, e harron logjikën. Unë jam i sigurt që ti shumica këtyre gjërave që i thua nuk e beson. Po të ishte dikush tjetër, nuk ta bëja këtë lloj ndërhyrje, vazhdo fol, ka pas tjerë që janë rritë në detyrë nga ky pozicion, por nuk jam lodh të shpenzoj kohë me ta. Kam qenë dhe kam lënë detyrë. Ti nuk e beson, do të thënë ti shumica këtyre gjërave nuk e beson. Ti e ke qartë që Rama nuk e ka qeshje standardi, e ka qeshje problemi. Sepse po ta kishte qeshje standardi, Rama nuk e lëshon të prit, nuk i jepte as imunitetin e Berishës, nuk i jepte as imunitetin e Arben Ametajt. Shikoj çfarë thotë për Berishën. E Rama thotë sepse nuk i bën drejtësisë. Por Rama me këtë që bëri sot, a nuk ju bën drejtësisë edhe ky? Pra Arben Ametaj thotë, kishte 1000 zeza. Ku e dinte ky? Dosja Arben Ametaj krahasuar me dosjen e Ballukut janë pa krahasueshme, nuk ka gjë për të. E di për çfarë akuzohet se ka shkuar në gjykatë dosja Arben Ametajt. Pse nuk ndalove inceneratorin e Tiranës? Ndërkohë që ata që e bën, nuk ka akuzë për ta. Prandaj ti i ke qartë këto si unë, që ky nuk e ka qeshje standardi. Ky e ka qeshje halli. Mirë. Proceduralisht pastaj? Dakor, po tash. Po s'po të hak ose? Jo, mund të hash tani. Ja, kodi, ja, të tam lutem. Po, patjetër. Shiqë. Legislativi, unë besoj se është maja e pushtetit. Është ekzekutivi, gjyqësor, pastaj vim ne mediat nga pak. Tani legislativi voton. Pra, ky kodi procedurës për të zbatuar, zbatohet nga vullneti i parlamentit. Se kur vjen puna prokurorët e posaçëm, edhe kanë dhe për Beratin, kur zbatojnë kodin e procedurës, thënë, çfarë bëjmë ne? Ne atë kod procedure kemi që na e keni lënë ju. Tani kur vjen puna për të ndërhyr te kodi që është gabim, thotë pse ndërhyti? Ky është presion, ti po do të ndryshosh, ti po do tani o do ndash, për këtu është dalë check and balance, ndarja pushteteve. Legislativi bën rregullime, ti je zbatim zotëri. Rregullime që pranon edhe një edhe prokurorin e përgjithshme me 69 vota. Legislativi nuk bën rregullime për çështën proces. Për një çështje proces nuk bën rregullime. Po për Markun. Për Markun po fol, Arta Marku, çfarë? Me 69 vota. Po pra, po s'ka lidhje kjo me kodin e procedurës. Jo, po se thuaj që bën rregullime, sikur Parlamenti nuk drejton. Ka prokurori i përgjithshëm. Ja, në sekond, e kemi ke parlamenti. Dhe çfarë bën ta? Ky parlament shpikur një nocion, një term që nuk ekziston në kushtetutë. Prokurori i përkohsh. Po. Nuk ekziston në kushtetutë. Vetëm pra atë gjë, parlamenti nuk
Jo që nuk merret më seriozisht, po ai duhet shpërnda. Do të më thua mu parlamenti rregullon, legislativi rregullon gjyqësorin? Jo, ka detyrim ai kushtetues. Një sekond. Jo rregullon gjyqësorin. Nuk thash atë. Jo, parlamenti e rregullon. Gjyqësori rregullon. Nuk ka se parlamenti mund ta rregullojë, se parlamenti bën ligjet, dhe gjyqësori zbaton ligjet. Por jo në një qeshje në proces. Nuk mund të ndryshosh ti rregullat e lojës. Si çështje proces? Mirina Balluku që është në proces. Nuk mund të hysh. Jo, nuk mbaroj. Jo mbaroj, po si mbaroj. Mbaroj pesëllimin. Po s'ka filluar. Jo, jo, është arresti shpërdosi tjetër. Nuk dikon procedimi. Po ja, një sekond. Prandaj ose je pa informuar ose ke informuar. Nuk është arresti për Bilen Ballukun në raport me arsyet e pezullimit. Është dosje tjetër. Jo, stazhion, jo, di që është dosje tjetër, jo, pezullimi mbaroi. Ai ka ndryshuar vetëm pezullimin. Kto them po na bëhet presion. Ai ka drejt ndryshim rregull e lojës, edhe kjo kur përdor dy standarde. Berishin Arben Ahmetajn e jep pa këto gjëra, ndërsa këtë nuk e jap. Kur u kujtua ky që kanë mosh paraburgimet. Paraburgimet, po të marrësh retorikën politike të Edi Ramës nga 2013 deri më sot, 80% e fjalorëve të tij. Një sekond. Ja çoj BE-ja statistikën. Jo, filloi fara. 80% e fjalorëve politikë të Ramës është burg. Burg për drita. Po tani s'është Rama budalla. Një sekond. Po një sekond. Burg, po një sekond. A tani u bëra më i mençur. Jo, s'është bërë i mençur. I kanë ardhur mend s'm duhet mua, se i erdhi veza tek Prapanica. S'merrem unë me këtë. Unë po them shqyqy që erdhi kjo ditë. Tani unë s'po them këtë. Unë po them tani. Ore veza ke Prapanica aty kalon pa prek fare. Vlerat ne po flasim seriozisht. Jo, Rama tani po flas për Belindën, pra. Belindën që a the që e lidh me të, që ka qeverisëti më e mirë, ai beson asaj. I beson punëve të saj, bëhet gjykimin tim, a kupton? Tani, mesatarja, ku i shoj Këshilli i Europës, thoshte mesatarja e paraburgimeve në Europë është 25-30%. Shqipëria disa është. Edhe mos futi 45-50% është mesatarja përgjithshme. Disa është e spaku. 85%. E disa e është gjëkokos që ka shumë spaku. Po, ku jemi në alarmante. Manipulite, është vërtet. Manipulite në Itali, 25%. O Andri, ti ke frikë të komentohet edhe mbi statistikat e saktësisht të sill. Sepse ti e din që e kanë. S'kam frikun unë. Patjetër më lehtë. Kjo që thua ti është vërtet. Kjo që thua ti është vërtet. Po. Por me mos arrestimin e prit, me mos arrestimin e Belindës dhe me mbajtjen e mirë a qytetarëve. Prit. Me mos arrestimin e Belindës rregullohet statistika? Po, mor. Po jo Belindës si emër, pse merrni Belindën? Po pse merrni Belindën individ? Po pse merrni emrin asaj zonjës? Sepse sa po përmend edhe mirë bëre. Shqiptarët burg. Po tani kur ishte fare me Belindën ne mirë me Ramën. Njeriu që është kryetari i organizatës krimit të organizuar e ka shpërbërë Shqipërinë. Ne po themi tani për një gjë shumë të madhe. Ndoshta shqiptarët janë të kënaqur kështu siç janë. Ai ke bërë një pyetje vetes. Po, ma thuj, ç'a pyetje se si ka mundësi që gjendem, unë do e pyesja veten. Si ka mundësi që gjendem duke mbrojtur, duke fol për standarde drejtësie apo drejtat e njeriu, për çdo hajdut mund të pëses. Kam 20 vjet që e bëj. Kam 20 vjet që e bëj. A pse po? Prit, jo për hajdutët e pëses. Prit për duroj se. Edhe hajdutin e mbroj. Sepse edhe hajduti ka nevojë për një proces drejt. Sa shumë duket, ma shumë se avokat. Jo, në gjyq i bie lem avokatin, ka vjedhë edhe dënoni u 30 vjet po desh. Prit mos e kam drejt. Ke drejt. Ka patur një iftar në gjëm duket. Nuk e di çka kanë. Po do ikit ja kërkoj prapë për nesër se mos mbi fuqi. Se vërtet kam që po thot. Problemi është që spaku ka probleme, është thënë që